E pra ja ku po ritakohemi sërish të nderuar miqtë e mi për të komentuar edhe një herë dhe në fakt për të ngritur zërin ndaj kërcënimeve që ka bërë Rogerti ditën e sotme kundër Drejt Mateos. Videoja e cila në fakt nuk është publikuar nga produksioni i televizionit Top Channel, me patjetër është publikuar nga fansat. Fansat i kanë cituar edhe se çfarë i ka thënë. Do me thënë, Rogerti thot: i jepe kape dorën, i afrohet Mateos teksa Mateo qëndron i ulur në karrige. Rogerti vazhdon t'i thot: kape dorën, Mateo i thot: mu zhduk. Rogerti vazhdon i thot: kape dorën se e diti çfarë ndodh nëpër vende. Do me thënë, ky është kërcënim shumë i fortë. Më pas Mateo i thot: çfarë ndodh nëpër vende? Dhe Rogerti i thot: kape shpejt. Mateo i thot: çfarë ndodh? Do me thënë, Rogerti në një farë mënyre e detyron Mateon. Rogerti i thot: kape shpejt. Mateo i thot: ma thuj çik çfarë ndodh. Rogerti thot: e diti, të fus te shishja e ujit, ti hajde provoje edhe të boj limunat qershi. Hajde provoje, thot Mateo. Jashtë, i thot Rogerti, jashtë, provoje edhe këtu. Hajde, thot, provoje edhe këtu. Do e provosh, dhe Mateo në fakt i afrohet Rogertit në fytyrë. Me thënë, këto kërcënime, të cilat janë anashkaluar nga vllau i madh, se realisht duhet shtesonte të mbri një zar fizi brenda në shtëpinë e Big Brotherit për Rogertin dhe për kulturën në fakt të përdorur brenda shtëpisë, që është e patolerueshme. Nuk mundesh ti drejtohesh një banorit, do me thënë ta kërcënosh një banorin brenda në shtëpi, sepse ti e ke lojën me të personale. Me patjetër që këtë kërcënimin e kanë mbështetur dhe familja e Brikena Selmanit, të cilët tashmë kanë filluar ta mbështesin marrëdhënien e Mateos me Brikenën, do me thënë e kanë mbështetur në kuptimin që e kanë mbrojtur Mateon, dhe ato kanë reaguar në Instagram duke thënë: nuk është hera e parë që ky tipi i kalon kufit. Pyetja është, a ekziston kufiri fare? Dhe vjen një pikpyetje: kërcënimi i radhës edhe prap heshtje. Ky është një mesazh i qartë. Në fakt edhe familja, pasi që sot kanë postuar jashtëzakonisht foto të Mateos edhe Brikenës në Instagramin e Brikenës, do me thënë janë të prekur nga kërcënimet që ka bërë Rogerti kundër Drejt Mateos. Vllau i madh nuk ka ndërhyrë, do me thënë i pat fjalët ishin shumë të vështira dhe shumë të tmerrshme që Rogerti ka thënë. Unë nuk mendoj që duhet promovuar një kërcënim i tillë, duhet promovuar një mlef i tillë, duhet promovuar një inat i tillë, por gjithsesi, siç duket, Rogerti këtë ka stilin e lojës. Mateo ka qenë pak më i përmbajtshëm, por unë mendoj që në qoftë se Rogerti do ta provokon edhe ndonjëherë, jam i dyshimit që Mateo do t'i gjuan.